shumë e nxehtë, mbetet inteligjenca artificiale, makinat elektrike, tarifat, fakti që Kina për vite ka vjedhur atë që intellectual property ose prona intelektuale e kompanive amerikane dhe sigurisht çështja ndoshta më kryesore që ndan Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Kina është çështja e Tajvanit, sepse ne dimë mjaft mirë që Kina e konsideron ose Kina komuniste, Republika Popullore e Kinës e konsideron Tajvanin, Republikën e Kinës, ndryshe, pjesë të vetëm, nuk e konsideron shtet sovran të pavarur. Ky në fakt është një qendrim amerikan që nga viti 1979, pra që nga viti 1979 nga administrata Jimmy Carterit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndjekur atë që quhet One China Policy, pra politika e njërës Kinë, duke njohur Kinën komuniste, qeverinë e Pekinit, Republikën Popullore të Kinës si të vetmin entitet që qeveris kinezët, pavarësisht se në mënyrë jo de jure, po de facto ka njohur sovranitetin e Tajvanit. Në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një marrëveshje të sigurisë të mbrojtjes me Tajvanin, dhe kjo është arsye pse Kina nuk e sulmon Tajvanin dhe sigurisht mbetet të thuhet që në rast se do të kishte një konflikt të drejtë për drejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, ai do bëhet në Tajvan, sepse flitet që në rast se Kina do të sulmonte Tajvanin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërhynin për ta mbrojtur Tajvanin dhe kjo është thënë nga presidenti Joe Biden. Në kohën kur Biden i ka qenë në zyrë, në mes të luftës në Ukrainë, i kohë kur SBA kishte financuar luftën në Ukrainë me diku $300 miliardë, ai u pyet që në rast se Kina do të sulmojë Tajvanin, ne do ta mbrojmë, e ka thënë në mënyrë eksplicite këtë gjë. Kjo në kohën e administratës Biden. Tani Grisela lind pyetja pse po diskutohet Tajvani pikërisht tani, sepse në planin e Partisë Komuniste Kineze është që Tajvani do të bërë pjesë e Kinës brenda vitit 2027. Sepse në vitin 1927 është krijuar Republika Popullore e Kinës, ka nisur lufta civile midis komunistëve dhe Kuomintanit, që është Partia Nacionaliste që pastaj është vendosur në Tajvan, luftë civile që zgjatej deri në 49-ën dhe që u fitua nga komunistët në Kinë, por 1927-2027 janë 100 vite, pra 100 vite nga formimi i shtetit të modern kinez komunist dhe në këtë kuadër Kina komuniste kërkon ta absorbojë ose ta fusë prap Tajvanin në tutelën e vetë qeverisë dhe flitet që do të ketë një pushtim fizik, kinetik të Tajvanit në vitin 2027 nga ana e Kinës. Dhe sigurisht që në rast se kjo do të ndodh, Amerika do të testohet, sepse nëse qëndron hezitante, nëse nuk bën asgjë, nëse nuk e zbaton atë marrëveshjen që ka me mbrojtjen me Tajvanin, kjo mund të sinjalizojë që Amerika nuk i merr seriozisht marrëveshjet e mbrojtjes që ka me vendet e tjera. Mund t'i thotë edhe Serbisë për shembull që shiko, me vërtet ne Kosovën e mbrojmë me NATO, po ju mund të futeni se ne s'do bëjmë gjë. E kemi thjesht në letër këtë gjë. Pra mund të prodhojë një efekt domino kudo. Edhe sidomos të Kosovës, sepse Serbia sheh Kosovën siç Kina sheh Tajvanin dhe nga ana tjetër, në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës reagojnë ndaj pushtimeve të Tajvanit, që shpresojmë mos ndodh kurrë, atëherë hyn në një konflikt të drejtë për drejtë me Kinën. Pra është një thikë me dy presa. E Shardurel, nga ana tjetër, a mund të jetë Kina ajo pra që mund të frenojë, le të themi, ndezjen e konfliktit pra mes SBA-s dhe Iranit? Shiko, në aspektin e frenimit, konflikti është ndezur dhe nuk ka çfarë të frenohet më. Ajo çfarë Kina mund të bëjë normalisht është të mbush mendjen e Iranit që të heqë dorë nga ambiciet për marrjen e armëve bërthamore në këmbim të një farë mënyre dhënies së sigurisë afatgjat nga ana e Kinës. Mund t'i japi Iranit marrëveshje të mira për blerjen e naftës, në një kohë kur ka një blokadë detare që ka bllokuar gjithë portet iraniane dhe Irani po mbet $400 milion në ditë nga mosshitja e naftës, $400 milion në ditë hemorragji ekonomike nga ekonomia e Iranit për shkak se nuk po shet dot naftën. Dhe një sër gjërash të tjera që mund të kenë të bëjnë me garantimin e regjimit, por unë mendoj që edhe nëse Kina futet në valle, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ndarë mendjen që do përpiqen të dobësojnë influencën e Kinës. Dhe nëse Kina arrin ta portretizojë veten si stabilizuese dhe si paqëruese dhe arrin t'i japi fund konfliktit në Iran, atëherë Kina do të fitojë. Kina do të marrë legjitimitet dhe më të shtuar, ndërkohë që ne kemi thënë dhe në studion tonë që kjo luftë ndaj Iranit është hapur sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në fakt në luftë të ftohtë me Kinën. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i ka lënë mendje që të nisë një luftë me Iranin për të dobësuar Kinën dhe ta forcojnë Kinën. Pra do bëjnë çdo gjë që Kina të dobësohet. Në radh parë duke goditur supply chains, pra duke goditur zinxhirin e ofertës, kjo goditet sigurisht duke vënë presion mbi ngushticën e Hormuzit, sepse Kina merr 30% të naftës nga ngushtica e Hormuzit, por bëhet sigurisht edhe duke
i dhënë një fund të luftës pa e portretizuar Kinën si paqëruese, si stabilizuese. Sepse në rast se ndodh kjo gjë, atëherë Amerika do të ketë probleme shumë të mëdha në raport me këtë rivalitetin që ka me Kinën. Në fakt, Ruel, sa i përket edhe armëve bërthamore, është thënë nga sekretari amerikan i energjisë se Irani tashmë është javë larg pra ndërtimit të këtyre armëve bërthamore. Sa reale është, Ruel, dhe cili është rreziku? Shiko, këtu ka në fakt një dualizëm nga panamerikane, që është një dualizëm i cili sigurisht lë shumë vend për dyshim dhe për interpretim, sepse në një anë në qershor të vitit 2025 u tha që është goditur ky materiali bërthamor i Iranit, janë goditur ato qendrat e pasurimit të uraniumit në tokë etj. Më pas u tha që tani ka nevojë për një pushtim sepse akoma nuk janë goditur ose ka akoma ambicie Irani për të ndërtuar armë bërthamore. Është thënë deri tani që janë goditur të gjithë qendrat e pasurimit të uraniumit, por tani thuhet që prapë Irani, pra më është çështje, duhet të kuptohet për çfarë ka nisur kjo luftë. Pra kjo luftë ka shumë arsye, por në raport me armët bërthamore nuk është çështje e a po ndërton Irani armë bërthamore apo nuk po ndërton. Është çështje e a ka qëllim Irani të ndërtojë armë bërthamore. Pra, jo më kot për shembull ka ato 14 pikat e famshme, që Trumpi ka dërguar ose SBA ka dërguar Iranit në moment të Pakistanit, dhe që Irani është kundër përgjigjur. Një prej pikave amerikane ka qenë që duhet të ndalohet pasurimi i uraniumit për 12 vite. Qartë. Dhe kjo sigurisht është një mesazh që amerikanët kërkojnë garanci afatgjata që Irani nuk do të kërkojë të ndërtojë armë bërthamore. Pra, është çështje intencione, nuk është çështje aftësie e Iranit për të ndërtuar armë bërthamore. Është qartë, por pse po rikthehet, Ruel, frika globale, po them, nga armët bërthamore, dhe nga ana tjetër se i rrezikshëm është edhe uraniumi i pasuruar në 60%? Po e nis nga kjo e fundit, uraniumi i pasuruar mbi 60% në mos gaboj është i përdorshëm vetëm për armë bërthamore. Qartë. Të paktën kjo është sipas IAEA, pra Agjencia Ndërkombëtare Atomike, që merret me të punë, që ka vajtur dhe ka bërë auditimet e veta në këto centralet e pasurimit të uraniumit në Iran dhe ka konkluduar se Irani po i përdor me shumë gjasa këto për armë bërthamore, por të mos folur pastaj edhe për faktin që në rast se do përdoreshin për energji elektrike, pra do përdorej energjia nukleare për energji elektrike, do ishin të dukshme, nuk ka nevojë ta fshehesh uraniumin nën tokë, në rast se ti po e përdor për energji elektrike. Pse po e fshin nën tokë atëherë, nëse ti po e përdor për qëllime të mira? Pra programi bërthamor i Iran ose programi i pasurimit të uraniumit i Iranit ka lënë gjithmonë dyshime tek perëndimorët. Kjo është përgjigjja e pyetjes së dytë. Tani pyetja e parë ishte pse po rikthehen, pse po rikthehet vëmendja ndaj armëve bërthamore. Nuk është se po rikthehet, ka qenë gjithmonë aty. Por sa herë që ka ambicie të një vendi, sidomos një vendi radikal, për të ndërtuar armë bërthamore, ka dyshime. Unë të garantoj që edhe nëse Shqipëria nesër do të kërkojë të merrte armë bërthamore, po jap një shembull komplet hipotetik, sigurisht që të gjitha vendet do ishin të shqetësuara, sepse klubi i vendeve që kanë armë bërthamore